Zonat kodrinore të Mallakastrës kanë interesi më të lartë në gjithë territorin e qarkut të Fierit për të aplikuar për paketën e maleve, nisme qeverisë për mbështetjen e turizmit dhe agrobiznesit. Sipas drejtorit të pyjeve dhe mjedisit pranë bashkisë Mallakastër, Ledian Shehaj, kryesisht në zonat me fushpamje drejt Vjoshës, deri më tani numërojnë 48 aplikime, ndërsa bujtinat, komplekset blegtorale, restorantet dhe panelet diellore janë bizneset më të preferuara në perspektiven e së ardhmes dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Shehaj ka pohuar gjithashtu se aplikuesit janë kryesisht emigrant nga Greqia, Italia dhe Gjermania, të cilët janë duke menduar rikthimin nëpërmjet investimeve në vendin e tyre. Në bazë të ligjit 22/2025, paketës së maleve dhe Bashkia Mallakastër, si çdo bashki e territorit të Republikës së Shqipërisë, ka filluar aplikimin për paketën e maleve. Deri në këtë moment në Bashkinë Mallakastër janë 48 aplikime, po këto pothuajse të shpërndarën në gjithë territorin e Bashkisë Mallakastër, ku dominojnë fshatrat Drenov, Hekal, Kut dhe Çorush, duke qenë sepse këto zona kanë fushpamje me luginën e lumit Vjosa dhe është një destinacion turistik. Por jo vetëm këto dy zona, janë dhe zonat të tjera si liçenet e Lumarës, pjesa në kufirin ndarës midis bashkisë Patos dhe Reskovec, ku është një masiv i lartë pyjor dhe ka një fushpamje panoramike shumë të bukur, dhe këto janë ndër zonat që dominojnë në këto aplikime. Bashkia Mallakastër, në bazë të ligjit 22/2025, siç e tham pak më lart, ka ngritur një komision për evidentimin e këtyre zonave. Dhe deri në këtë moment Bashkia Mallakastër ka evidentuar rreth 15 zona prioritare dhe po punojmë për evidentimin e të gjithë pasurive që ndodhen në brendësi të këtyre zonave prioritare dhe jemi në përfundimin e punës për evidentimin e këtyre numrave të pasurive dhe ja dërgojmë ASHK-s dhe të marrim konfirmimin e statusit juridik për sa i përket këtyre pronave. Paketa e maleve pritet të sjellë një hovë zhvillimit ekonomik të Mallakastrës, ka theksuar Shehaj, duke ripopulluar nëpërmjet vendeve për punësim fshatrat e Mallakastrës pas shpopullimit të frikshëm të viteve të fundit. Sepse dhe aplikantët, pjesa dominuese janë emigrantë, duke filluar nga shteti grek, italian, gjerman dhe deri në shtetin e Amerikës. Dhe ardha e emigrantëve, investimi pranë trojeve të tyre, besoj sepse do të ndikojë në investimin dhe në popullimin e këtyre zonave. Plus investimeve. Ndërkohë, një ndër aplikuesit e paketës së maleve, dashnor Velia, i pohon se është rikthyer në Amerika për të investuar në vendin e tij. Ai zotron një fermë me rreth 400 krerë bagti të imta, ndërsa dëshiron të ndërtojë dhe disa bujtina në një ndër zonat më piktoreske dhe panoramike të Mallakastrës, në fshatin Lofkënd. Kam aplikuar në paketën e maleve për të investuar. Aktualisht kam një fermë time me bagti të imta. Duhen të mira këtë investim nga paketa e maleve për të krijuar mundësi zhvillimi në fshatin tim. Për të ngritur disa bujtina. Për të ardhur, siç më kanë ardhur edhe njerëz të huaj shumë. Më kanë thënë që dashur pse investon, pse s'bën. Në lidhje me këtë desha të mira këtë paketën e maleve të zhvillonja agroturizëm. Aktualisht kam fermën time të kompletuar, kam baxhon time që përpunojnë bulmetin dhe tregtojnë jashtë. Fshati është fshati panoramik, mundësi për investim ka rrugë, ka ujë, ka drita. U sugjerojnë të gjithë fshatarët mi të kthehen të investojnë në fshat. Mundësitë janë shumë të mira të investosh. Unë bile kam qenë edhe në Amerikë 2-3 herë dhe kam pasur vend pune për të punuar atje dhe kam lënë Amerikën vetëse për të investuar në fshatin tim. Është mundësi e mirë shumë. Gjithë kjo pamje, gjithë kjo ta lësh edhe të largohesh, siç kanë larguar shumë fshatarët e mi, kanë ikur edhe atyre lusë të kthehen, të investojnë në blegtoria, në bujqësia, në ullisja, janë shumë mundësi të mira zhvillimi. Është e patolerueshme që të rinjtë e zonës të investojnë në emigracion, ka thënë Velia, ndërsa ka apeluar për më shumë mbështetje nga shteti shqiptar. U bëjnë thirrje të gjithë emigrantët që janë larguar nga zona e Mallakastrës dhe nga fshati im, të vinë të kthejnë, të investojnë ato 5 lekë të ardhur që kanë në fshatrat e tyre. Sot është mundësia për të investuar në fshatrat e Mallakastrës. Ndërkohë keni një apel dhe për shtetin apo? Normale që kemi një apel për shtetin. Shteti do të jetë më korrekt me këta investitorë.
do t'u afrojnë mundësitë e tyre rrugë, ujë, drita, po bëjmë më të lehtë punën e tyre, që ata të kenë kurajën, të kenë mundësi investimin në fshat. Fshati është baza e çdo gjëje. Nga fshati vjen terr, nga fshati vjen vaj, buka, gjithë mishi komplet. Syt gjithmonë shteti duhet i hedhë nga fshati për të investuar. T'u japin kuraje këtyre të rinjve. Mos largohen siç janë larguar, se emigrant kemi qenë edhe vetë, kemi larguar, kemi ardhur, kemi investuar në fshat. Megjithëse në pjesën më të madhe të territorit të zonë fushore, qarku i Fierit ka zona të shumta ku mund të aplikohet paketa e maleve, ku numri total i aplikimeve deri më tani ka arritur në 154, kryesuar nga Fieri me 50 aplikime, Mallakastra 48, Lushnja 37, duke u ndjekur më pas nga Patosi, Roskoveci e Divjaka me një numër më të ulët të aplikuesish. Komisionet e ngritura në 6 bashkitë e qarkut janë duke përfunduar hartën zyrtare të zonave prioritare, ku pritet të zbatohet paketa e maleve, ndërkohë që faza tjetër po vijon me dërgimin e të dhënave pranë ASHK për të verifikuar nëse ka probleme me pronësinë.